zyrtarët e Partisë Demokratike. Pak ditë në ndaj nga i djela e fitores tonë këtu në Kamës, në veri, në jug, në gjithë Shqipërinë. Në ditët në vazhdim ne dojmë më shumë, sepse me ne janë gjithë shqiptarët, janë të majtët që janë të shgënjur, janë të lodhur, më shumë se ne, sepse në 4 vite nuk u bë asgjë, u varfëruam, shkuam më shumë në Perëndim, na u rritën taksat, na u ulën rrogat dhe pensionet, na u rritën çmimet të naftës, të gazit, të energjisë elektrike. Në 4 vite u bëm më të varfër. Këto 4 vite do na kushtojnë shumë. Por të gjithë bashkë, kështu si jemi këtu, ditën e diel do bëjmë ndryshimin e madh. Fitore! 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 Të bashkohemi fort ditën e fitores të dielës 25 qershor, ditën e Bayramit të madh për të fituar, për të votuar numrin 6 Partinë Demokratike. Fitore! 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 Edhe pak orë në ndajnë nga fitoria madhe e ditës diel. Prandaj, ju ftoj gjithve që të bëjmë ç'është e mundur, të ftojmë çdo zemër që të bëhet pjesë e kësaj fitorie. Prandaj, vota e shpresës është për Partinë Demokratike, për Republikën e Re, për Lulzim Bashën kryeministër. Duhet votojmë kundër kësaj qeverie kriminale e cila e ka përsekutuar më shumë se kushdo Bashkinë e Kamës. Ne kemi modelin e suksesit, modelin e bashkisë, modelin e menaxhimit të suksesshëm bashkisë, por që kjo të vazhdojë dhe të rritet akoma më shumë kjo sukses, duhet që në datë 25 të votojmë kundër kësaj qeverie, sjellim Lulzim Bashën kryeministër, se kemi më shumë kohë dhe më shumë veta. Ne së bashku, me datë 25 qershor, do ta përmbysim qeverinë kriminale, e cila sot e 4 vite e përsekutoi çdo qytetar bashkëtorës të Kamës dhe Paskuqanit. Sot e 4 vite në këtë zonë, në këtë qytet, nuk është punësuar asnjë person, përkundrazi me 10 njerëz sot janë pa punë për shkak të kësaj qeverie. Ndaj me datë 25 qershor, vot kundër kësaj qeverie kriminale, datë 25 qershor.